Sound. Kamera. Ndoshta arsyeja pse kinemaja nuk do të vdes kurrë është sepse njerëzit do të kenë gjithmonë nevojë të shohin veten e tyre të projektuar te dikush tjetër. Sot me mua për të folur për realizimin e filmit shqiptar dhe rrjedhimin e kinematografisë komerciale, Kelmen Karuni, regjisor dhe skenarist. Përshëndetje Kelcie. Përshëndetje Biona, faleminderit që më keni ftuar. Si ndjesh? Çuditërisht i emocionuar, s'duhet ndjesha. Po pra, shumë qetë. Çfarë ti? Nuk e di. Ishe shumë mirë. Ja, dritat. Dritat. Këto që krijojnë magjinë. Tani, si ndjesh që do flasësh për filmin? Më thuaj, kur ti flet për filmin, çfarë ndjesie ke? Krahasoj me një ndjesi tjetër. Për shembull, unë për veten time, kur flas për librin, që është gjëja ime preferuar, e krahasoj me ushqimin tim preferuar, me shijen që marr nga ushqimi im preferuar. Krahasoj me një ndjesi të tillë ti. Filmi është ushqim shpirtëror, parsisht. Okej, dhe ka i gjë unë të them diçka superiore me artet e tjera, se i përmbledh gjithë artet e tjera. Këtë e dim. Dhe është ndryshe se unë e vendos veten edhe si shikues, audiencë, po edhe si krijues. Dhe është ndryshe përjetimi në të dyja kahat. Si krijues është diçka tjetër, po lind diçka nga hiçi, dhe është ajo që the ti, e bukura magjike e filmit është edhe arteve të tjera, edhe letërsisë, është që njerëzit mund të shohin një version të tyre të projektuar përpara tyre. Kur ti nis një projekt, çfarë vjen e para këty? Ç'është indicia jote e parë? Një emocion, një imazh, një personazh? Unë mendoj që është o një personazh o një ngjarje që unë e njoh personalisht. Dhe pastaj kur ulem dhe shkruaj, të gjithë emocionet, të gjithë inputet, prurjet që kam pasur në jetën time estetike, emocionale, këto më ndihmojnë për t'i dhënë jetë, për ta bërë të besueshme atë ngjarje. Disa nga këto projektet e tua, me ton eksperimental apo intim, kanë këtë ndjesinë, t'japin këtë ndjesinë e distancës, e shtjes, izolimit. Do të thënë, është zgjedhje estetike apo është një gjendje personale që futet ndoshta pa dashur në film? Unë mendoj që është instinktuale, parsisht, nuk është e kërkuar, por pastaj kur ti e ndjen që po shkon drejt atij drejtimi, e le të flow, okay? Sepse është gjëja më, do të thënë, ne sfidën më të madhe si krijues kemi që t'jemi të besueshëm, t'jemi të natyrshëm në atë që përçojmë, okay? Mos krijojmë distancë me audiencën. Çdo lloj zhanri, çfarë lloj gjëje që krijojmë. Do të thonë ti mendon që stili i një regjizori krijohet dhe nga psikologjia e tij, do të thonë ndikon? Absolutisht po. Unë them çdo regjizor rikrijon veten në çdo lloj film që bën. Absolutisht. Unë kam lexuar një fan fact para disa ditësh, që thoshte që disa regjizor bijnë në dashuri me vuajtjen sepse e romantizojnë artistikisht. A e dakord? Bijnë në dashuri me ndonjë aktore, po. Me vuajtjen. Patjetër. Me vuajtjen, po s'është vetëm vuajtje, faktikisht çdo lloj emocioni duhet bish në dashuri, sepse ka një diçka, është lodhëse kur krijon. Është ekstenuante emocionalisht, sepse që të arrish atë nivelin e thellësisë, duhet të shkosh shumë thellë tek vetja jote, të bëhesh shumë fragil. Unë personalisht, kur shkruaj, po marr këtë rastin tim konkret, jam shumë kreative në momentet që jam kështu lëmsh me veten time. Po ta quaj kështu si kaos emocional. Mendon ti se artistët kanë nevojë për pak kaos emocional që të krijojnë dhe të krijojnë një gjë shumë të bukur? Mendoj se është e vërtet çfarë the, dhe vende si ky joni, që është një kaos total në çdo aspekt, është një terren shumë fertil për ne që krijojmë. Ti çfarë lloj filma shef zakonisht? Unë shoh filma që gjithë shokët e mi të ngushtë thonë mos na i rekomando asnjëherë plako. Fal për gjuhën. Duhet të them, shoh filma art house, independent, filma që janë të lodhshëm deri diku emocionalisht, por që ngelen me ty, të bëjnë të mendosh për pos filmave pastaj që unë shikoj nga ana estetike si kanë trajtuar, sepse dua të inspirohem për krijimet e mia.
Më thuaj filmin e preferuar, të lutem, se jam shumë kurioze tani. Janë shumë pafund. Kur ti gjon fjalën film, çfarë të vjen në mend? Të vjen ndërmend një film që ti ke bërë vet, apo një film dikujt tjetër që ti ke pëlqyer shumë? Do doj ta kishe bërë ti. Po e themi kështu. Kjo është shumë e thjeshtë për të përgjigj film timin, absolutisht nuk mendoj atë. Mendoj disa krijues që janë gjigant të kinematografisë botërore, që janë përtej të imagjinueshmes, dhe mund të them shumë këtu. Mund të them nga më të vjetrit Tarkovsky, Bergman, Kubrick, që janë vitet 60-70, por mund të them edhe kineman bashkohore europiane, mua më pëlqen shumë kinemaja rumune, kinemaja nordike, por njoh edhe kinemat e tjera. Ti ke qenë së fundmi, ndoshta para disa ditësh në festivalin e Cannes. Po. Më fol pak për eksperiencën aty, kontekstin në të cilin ishe. Po, shumë e drejtë. Çdo vit kinas shqiptar shkojnë në festivalin e Cannes për projektet e tyre që i kanë në zhvillim ose në faza të ndryshme të zhvillimit, sepse në Cannes ndodhin dy gjëra, është festivali që shfaqen filma dhe janë superstar, the red carpet, etc. Dhe paralelisht me atë është markato e filmit, që bëhet business. Aty ka network, ka party pafund që ti duhet të mingle me njëri tjetrin që të gjesh partnerë të dur. Dhe kjo ndodhi dhe për shumicën tonë. Unë pata fatin që pash një film, dhe shumë e vështirë me marrë bileta faktikisht për filmat në kompeticion, një film kosovar fantastik, quhet Dua, e kishte premierën atje, është contender për 4 çmime, excellent. Regjizore është një vajzë, Blerta Basholli, që ka fituar edhe Sundance Film Festival. Sarajevo, Berlin, po më vjen mua ta ndërmend. Si u ndjeve kur i pe filmat e tona këto hapësira? Ti ke qenë në Sarajevo me një film Frigid Dance. Do t'jap pak kontekst, pse kam qenë aty, për hir të vërtetës. Në Sarajevo unë kam qenë si i sapo diplomuar i regjisë filmit, dhe ata përzgjedhin, ka një program brenda festivalit filmit që zgjedhin nga Europa talentet e atij vitit, le të themi, i grupojnë, okay? Dhe unë isha përfaqësues i Shqipërisë. Pata fatin të isha, dhe në atë kontekst unë mu dha mundësia që të prodhoja një film në Sarajevo, me fondet e tyre, me gjithçka të tyre, të cilin ne e shfaqim gjatë festivalit të Sarajevës një kinema gjigande, open air, që ishte një eksperiencë magjike. Okay. Kurse në Berlin ishte diçka e ngjashme. Domethënë kam qenë për një gjë, por në Berlin, që edhe aty ishte një eksperiencë e mrekullueshme, sepse networku e atëhershëm unë e përdor tani për filmin që kam, që po i afrohem bërjes. Super. Rikthehemi pak te realiteti shqiptar. Çfarë mendon se i mungon më shumë sot industrisë së filmit në Shqipëri? Është një miks gjërash mendoj, po lvizim në drejtimin e duhur, realisht. Fondet janë parsore, po dhe politikat shoqëruese, ndihmuese. Ne jemi vend i vogël, fatkeqësisht, nuk është se jemi dhe shumë i pasur, sidomos kur shkon në festivale dhe mbledhje të tilla gjigande si në Berlin dhe në Cannes, ti nuk krahasosh dot me Francën, me Italinë, me vende që janë të frikshme në kinematografi dhe në çfarë mund të ofrojnë si suport. Por ne kemi kriju një konglomerat me vendet afër nesh, Kosovë, Malizi, Maqedoni, do rrisin buxhetet, politikat po shkojnë drejt asaj gjëje që të ndihmojnë, suportojnë kineman autor, sepse janë dy linja paralele, është kinemaja autor, që ta shpjegoj, është kinemaja, domethënë kjo autor është ajo që merr pjesë në Cannes, Berlin etj, dhe është dhe kinemaja komerciale, që është kinemaja që shihet në kinemat, blihet me bileta që përgjithësi janë action, komedi dhe filma horror, ndoshta. Filma me kokoshka. Me kokoshka, yes. Ti e duke bërë, unë kam dëgjuar që ti duke bërë filmin e parë artistik mes Shqipërisë dhe Berlinit, di që quhet Lule Bore. Tani Lule Bore është një titull që tingëllon edhe kështu i brisht, edhe i ftohtë njëkohësisht. Më fol pak për këtë film, na ndaj ca detaje, desha shumë e lumtur të dija sa detaje. Do t'japi super të shkurtër sinops, se kaq mund t'jap, po më pëlqeu kjo që super të shkurtër, e dini vetë çfarë do të thotë. Po, do të thotë që është 2 lines në gjuhën tonë, po hajtë se po e zjeroj çik. Të lutem fol shqip. Si e the? Edhe një? Faleminderit që më korrigjove, do përpiqem me shqipen time.
Atëherë filmi ndjek historinë e një vajze, një 17 vjeçare që është duke u bërë 18, është rritur jetime, është në Tiranë, është balerinë në shkollën e baletit në vitin e fundit. Dance, se jam përpjekur ta shqipëroj, po contemporary dancer, unë nuk di, kërcimtar bashkohor po e quaj, sepse si e balerin. Domethënë ajo është në atë zhanër dhe për arsye shëndetësore të rriqet nga shkolla detyrohet të kërkoj prindërit e saj biologjik. Maman mbas shumë morvatjeve e gjen në Berlin dhe babain e ka në Shkodër. Nuk po tregoj se çka ka ndodhur dhe çfarë surprizash dramatike ka në jetën e saj. Mirë, më thuaj nëse Lulebori do ishte një ndjenjë dhe jo film. Cila ndjenjë do ishte? Luft. Po. Luft, okay. Çfarë është më vështirë sot? Të bësh një film të mirë apo të bësh filmin e dytë pa aq të mirë? Janë këto pritshmëritë që të ndjekin nëse ti bën një super film, duke sikur njerëzit presin nga ty pa aq mirë, madje edhe më shumë se i pare. Kjo është pyetje shumë e mirë. Kjo është realisht pyetje shumë e mirë sepse ne këtë e bisedojmë me kolegët e mi që kanë bërë film parë ose të dytë dhe thonë që për ta është më e vështirë filmi i dytë dhe i tretë, sepse pritshmëritë rriten në një lloj pike dhe ti duhet te kalosh. Po në përgjithësi nuk i te kalon dot, kështu që është më i vështirë i dytë i tretë. Kështu më kanë thënë. Okej. Super. Shpresoj ta provosh edhe ti këtë gjë. Faleminderit. Do të pyes sërish pastaj se si është. Tani do futem pak te kjo pjesa më personale, por gjithmonë aty qëndrojmë lidhur me filmin. Për ty, por personale me filmin. Sa vështirë është të ruash marrëdhënie normale kur je gjithmonë mes projekteve, izolimit artistik, kreativ, këto marrëdhëniet normale. Unë për shembull, personalisht, kur jam e fokusuar në një punë, unë punoj zakonisht në një show, reality show si gazetare, e di sa distancohem nga shoqëria, nga njerëzit më të afërt, sa vështirë është të mbaj marrëdhëniet dhe virtualisht dhe fizikisht të takohemi. Sa vështirë është për ty kjo? Është totalisht kështu siç thua ti. Momenti më i vështirë është kur shkruan, sepse duhet izolohesh. Dhe izolohesh për një kohë që ti nuk e përcakton dot se sa do zjasi. Dhe me izolimin dhe me futjen në atë botën e imagjinatës ti bëhesh një çik i çuditshëm asocial etj. Dhe sigurisht me shoqërinë, po shoqëria të kupton kur janë moshë çik më të pjekur të kupton, por nuk e di nëse të kupton partneri ose partnerja. Më dole fiksa aty ku do dilja dhe unë tek pyetja tjetër që atë ka kushtuar filmi ndonjëherë një marrëdhënie? Duksh? Të ka kushtuar? Si në çdo vend. Thoje po. Si në çdo punë, po. Po. Është. Ne kemi Keldin në single, njerëz se doni ta dini. Ose me në një situation. Mund të kapet. Tani, cili është projekti yt më personal deri tani? Ai që të ka ekspozuar më shumë. Ka ekspozuar më shumë nga ty. Mendoj se ka qenë filmi Zheg. Është një film i shkurtër, e kam bërë para shumë vitesh. Sepse është histori personale, janë familjarë të mit, ato copat e historive aty brenda, kështu që në shumë aspekte të zhvesh, duhet kesh çik kurajo. Duhet kesh kurajo. Mund të them vetëm një gjë për filmat shqiptar, që shoh se unë sigurisht i njoh filmat autor, ne kemi bërë filma të mirë edhe në vitet 90, edhe në vitet 2000. Por unë shoh që kemi një problem me sinqeritetin kur gjërat bëhen shumë komplekse emocionalisht. Në skenat intime, në skenat më dramatike, në skenat ku karakteret duken që nuk kanë karakter, me përkufizimin që kemi ne, që do të thotë karakter. Okej. Çfarë po kërkon realisht ti përmes kinemas? Kuptim, kujtim apo arratisja? Të treja këto bashk, patjetër. Nëse ke një gjë tjetër mund ta shtosh. Po është dhe sfidë personale, ti je pjesa e saj, ndihesh, nuk bën dot gjë tjetër. Se e ka kinemaja këtë gjë. Në momentin që e përqafon, ti je aty, je i skllavëruar. Dhe kështu që ka një ekspozim kinemaja të vetes që duhet të kesh kurajo ta nxjerrësh totalisht. Okej. Unë do ta mbyllja
këtë episod, duke thënë që unë mendoj se filmi është një nga mënyrat se si njerëzit përpiqen të lënë diçka pas. Thuaj edhe ti diçka të fundit për ta mbyllur. Kineman? Po, për kineman, për filmin, për punën tënde ndoshta. Atëherë, unë jam i lumtur që merrem me kinema, siç e kam edhe vuajtjen më të madhe kineman, për shumë aspekte, po jam i lumtur sepse të hap perspektiva emocionale, eksplorimi të vetës dhe të botës që unë nuk mendoj se profesionet të tjera ose shtigjet të tjera të jetës mund t'i hapin. Kështu që në këtë aspekt jam me fat. Whatever happens. Kel, shumë faleminderit që ishe sot me mua, që ndave pak të pjesën artistike, personale, i bëm mix të dyja për ta kuptuar këtë botën me një sy tjetër, me një sy jo duke qëndruar tek ato karriget e paratshme të kinemas. Shumë faleminderit. Të falenderoj për ftesën. Ekrani fiket, salla bosh, heshtje. Miru pafshim guys, shihemi episodin e radhës. Ishte perfekt, ja, ishte perfekt.